dhe ka persona tjerë pa identifikuar. Nga Dobraçi janë nisur me 3 automjete të blinduara në drejtim të fshatit Ranc, ku ndodhej banesa Aleksandër Prendit. Motivi besohet, thos pak se lidhet me mosmarrëveshje të mëparshme. Hetimet kanë provuar se kanë qenë të armatosur, pra me pak fjalë, me qenë se këtë ngjarje e kemi diskutuar, kanë dashur të vrasin Aleksandër Prendin, janë përplasur me armë aty, janë goditur me armë dhe makinat. Një nga automjetet në atë kohë ka qenë në pronësi, Mercedes-Benz S6000 i blinduar dhe ka pasur Safet Bajri, ka qenë ai shofer në atë kohë që ka shkuar aty, dyshohet se ka shkuar dhe është larguar. Mirë po duhet shikonim disa foto se për çfarë bëhet fjalë. Janë foto të cilat kanë përshtypjen i kishin nxjerr nga dosja, mediat dje dhe unë po i marr t'i referoj, nuk e di regjia nëse i kemi. Armë, pafundësisht armë, duke kryer qitje. Të gjitha këto janë armë të ndryshme të cilat me sa duket spaku i ka gjetur nga komunikimet e SkyCC. Kalojmë në një foto tjetër, regjia për ta parë, duhet kemi janë disa çanta ja urdhë kryen qitje këtu. Stërviten Shemsi. Personat ecin. I kam parë me shumë vëmendje. Ecin pak regjia me fotot, po të lutemi nxirr pak në ekran të madh nëse mundesh, në ekran të madh nëse mundesh, i të jenë më të qarta edhe për audiencën. Ja pistolet, eci më tej. Duhet kemi foto tjetër, kam përshtypjen. Janë dhe disa çanta kështu ca qese me para me topa 50 20 aty. Nuk e di regjia, do ta kemi atë foton. E pash që ishte diku në e publikuar. Okej, ecim më tej. Këto janë foto nga makina, ecim, vjojmë pak më tej. Ja, vazhdojmë akoma me pistoleta, ecim regjia, urdhë që të armatosu shumë. Ecim dhe pak më tej regjia. Ja, kryen qitje këtu. Personin cilin e kemi bërë me blur në atje, që si kryen qitje aty në mes të natës. Ecim regjia, vazhdojmë për të parë. Urdhë, shiko tani çfarë ndodh. Grup kriminal, thotë që i përkasin grupit kriminal dhe bëhet fjalë për grupin kriminal të Dobraçit, duhet ta theksojmë qenë se nuk e thot SPAK, po e themi ne, është grupimi i Safet Bajrit të tjerë me radhë Dobraç, ja pra topa me euro, kryen qitje nart, stërviten, pregatiten, kanë kryer krime të ndryshme kundër jetës personit, Izmir Sakicaj, Samuel Troshani. Duhet çuditemi ne për këtë lloj aktiviteti, kështu dhe këto topat me lek. Të çuditemi? Po çfarë do të bëjmë në këtë rast? Më duket sikur përsëris veten më bulitet, gjithmonë që flasim për tilla historira. Unë e di që edhe me shumë qef nuk e ke ti, po unë dua një analizë shumë nga ato ligjore. Jo, nuk është çështje qefi këtu. Unë gjithmonë të kam thënë që personalisht nuk e shuan as SPAK-u, as të ngreshti një 15 apo 20 struktura si SPAK-u kriminalitetin në këtë vend. Ka për të pas gjithmonë krim këtu më. Më pak apo më shumë. Grupet kriminale janë ushqyer për shkak se i ka lejuar politika që të ndodhin kjo histori. Fakt, unë ta kam thënë edhe me qindra edhe më përpara. Kriminalët nga 2012-2013 dhe këtë e them me bindje të plotë, jo sepse duhet të mbaj krahun asaj qeverie përkundër kësaj qeverisje. Por të paktën kështu ka ndodhur që nga 2013 e këtej atan kriminalët, grupet kriminale nuk e ngritën pjacën e tyre, duke pasur para në dorë, si kundër këto që jep ti, nuk i përdorin thjesht për të bërë jetën e tyre të qefit, apo dhe për të ndikuar kundrejt grupeve të tjera, po bën biznesmen. Filluan të ndërtojnë pallate, filluan të blejnë pasuri të patunshme, lokale, restorante, pra u futën në jetën e përditshme. Dhe u bën pjesë edhe e itinerarit të njësive të qeverisjes vendore dhe qendrore. Pra vendosnin dhe pilastrat e tyre deputet apo kryetar bashkish. Dhe kjo gjë ndodhi për shkak se u lejua nga politika të ndodhin. Ky ka qenë problemi më i madh që ne kemi pasur. Dhe jo pa qëllim gjithmonë të kam thënë, në përkundrejt një grupi kriminal, si ky që thua ti, dhe një politikan të korruptuar, unë do rria do merresha vetëm atë politikan e korruptuar dhe fare me këta. Sepse ai i dha leje, më thoj, i dha dorën, i dha hapësirën. Normal më kur. Edhe në teorinë juridike, korrupsioni pasiv dënohet më shumë se sa korrupsioni aktiv më. Ti që merr, dënohesh më shumë se sa ai që jep. Sepse ti që merr e ke mundësinë për mos më e marr. Ai që jep për hall. Ai që jep për hall. Rasti konkret, kështu është. Pra grupet kriminale këtë punë kanë, sa ka bot do ketë.
A menon ti se është shuar më Cosa Nostra në Itali? Po jo pra jo. Ikën Totorina, Bernardo Provenzano, ka dalë dikush tjetër aty, flije nga Montekokos. Apo Ndragheta, apo Camorra, jo më burr. Kam për të qenë më shumë, më mirë apo më keq, po gjithmonë ka për të ekzistuar. Ti ke 2 vjet që flet me mua këtu, Dobraci. Këta andejan dhe këta, ky grupi është. Po ke 2 vjet që më thua mua për Safet Bajri, ke për se s'po vjen emri tani Ibrahim Lici. A ke një vit ja po bën viti tani 10 orë, 9 orë. Tetor bën viti që mund të thashë që s'ke për ta gjetur, 2 vjet. S'ke për t'i gjetur këta. Urdha pra këtu je. Ditën e parë që ka ndodhur, kam përshtypjen kemi qenë bashkë Prençi, po ka pas Nardi një javë më mbrapa dhe Nardi më ka thënë tekstualisht, harroj tha që do zbardhen ngjarja e Dobraçit. Po, dhe po ta them pse. Sepse vetë ata të cilët e hetojnë dhe shefat e këtyre nuk janë të interesuar që të zbardhet më burr. Nuk jash më. Ora jemi katun i vogël në më burr. Ja di ku ti thon katun i vogël. Këtu 2 njerëz më, këtu për mendimin tim duhen 5 veta me njërën dorë te Spaku dhe 5 te GKK-ja. Kaq i duhen Shqipërisë. Po ti jeni idealist. 5. 2 a 3 diun që mund t'jenë. Po 5 duhen. Po duhen 2 tjerë. Duhen 5 veta mua dhe rregullohet ky vend. Kaq është historia. Këtu nuk duan më zotëri nderuar që të ndodhin ai se. Pse? Sepse këta në Dobraç që thua ti kanë dhënë sa djathas dhe majtas mo. Atë Benet Becin që e kemi sot kryetar bashkie, kanë në Shkodër ata, e kanë ndihmuar këta më që u bë kryetar bashkie, se ti e di shumë mirë që në Shkodër domethënë çfarë mund t'i dhënë veroze më ngër. Edhe tani po ndihmojnë se po i drejtojnë punët. Po, ja ku fjalë tamam. Pra, të gjithë punët ata i bëjnë. Duhet të kuptosh se këtu historia nuk është te grupet kriminale. Tu historia është te kumbarët që drejtojnë këto grupet kriminale, dhe kumbarët nuk janë këta më që veshin robën e kriminalit, janë politikanë që i drejtojnë këta zotrin. Pra ndaj nuk ecin e hetim do zotrin dhe se diku në një hetim të del një prokuror, diku të del një gjyqtar, diku të del një politikan, edhe çfarë do bëhet pastaj? Do ta mbyllim çështjen. Sepse ne dim shumë gjëra, ne këtë treg dim jashtëzakonisht shumë gjëra, të cilat i themi aty ku ulemi për pirë kafe, po këtu kur vjen nuk i themi dot. Sepse është normale që po kur i themi ne, juan sekrete timor ato. Kur i themi ne, po këta mo zotrin, se nga i morën vesh më. Këta më i thon. Këta vet nuk duan të jetojnë, nuk duan të bëjnë. Dhe mua nuk më bëjnë fare përshtypje këto. Ta them me sinqeritet, nuk më bëjnë përshtypje. Luf banda që them unë. Qose ka thënë një shprehje e Edi Rama për cilën them unë, hangshi kokën e tyre. Po, hangshi kokën e tyre. Po këtë duhet ta them unë që s'kam përgjegjësi politike. Jo ai që është kryeminist. Sepse ai ka përgjegjësi këtë. Unë e shëmësim mund të themi hangshi kokën e tyre, se çfarë na intereson, ne votohemi. Kjo është e thënë në pak fjalë. Nërë faleminderit. Shëmësie, kemi diskutuar bashkë në këtë histori, rreth 2 vite më përpara, kur ndodhi rreth një vite e gjysmë përpara këtë përplasjen me Aleksandër Prendin. Ta kam thënë dhe nuk ndryshoi asgjë. Vazhdimësia e gjeneratave të botës krimit. Ta gjeneratë e re po thua? Po. Po ti kontrollosh datëlindjet e këtyre personave janë të gjithë pas vitit 2000. Vitlindja 2000 e mbrapa. Njëri prej tyre është 2005 afare. Është 19 vjeç sot. 17 ka qenë kur ka vepruar. Këto janë grupet e Brezi i ri, gjenerata e re të trajnuar në zonën e zoteknikës, kryesisht në quhen livade. Livadet e zoteknikës janë pjesa perëndimore e zonës së Dobraçit, është pjesa e livadave që të lidh me liçenin e Shkodrës. Është zona që ju e mbani mend edhe ca me kuaj, e ca me gomer, që stërviteshin e bëshin e uvranë, u prenë. Ajo është zona që nuk besoj që në ndonjë punonjës policie në Shkodër që nuk e din se ku trajnohen gjeneratat e reja të botës krimit për të vazhduar vazhdimsinë. Edhe pse e din, prandaj nuk kalojnë ande. Pikërisht. Jo, shteti ka quar një unaz, atje një bypass. Po që mos kalojnë ande. Në kohën e Partisë Demokratike u bëra ai bypassi lidh pjesën e lagjës të Romëve në hyrje të Shkodrës dhe lidh me rotondën aty në rrugë të Koplikut, që janë vendosur edhe 5 heronjt. Po. Dhe kjo është vija e demarkacionit midis zonës ku veprohet në mënyrë kriminale dhe zonës ku përgatitet bota e krimit, ku stërviten, ku trajnohen.
e din gjithë punonjësit e policisë. E din drejtuesit, e din drejtoria e përgjithshme e policisë, e din edhe Skënder Hita, se ka qenë zëvendës drejtor për krimet ose shefi i policisë kriminale. Ka punuar disa kohë në Shkodër. Pra ata stërviten këtu me këto armët, gjuajnë këtu domethënë, këtu e mësojnë dorën këta. Pjesa e livatashit si duket liçeni atje më tutjet, po çosh në horizont. Horizonti. Kurse kjo pjesa është pjesa e shkurrëve, ka pemë shumë të mëdha atje. Atje, domethënë në pjesën veriore, në veriore të liçenit të Shkodrës, se kjo pjesa e pyllëzuar është luajtur vdekja e Kalit. Është luajtur filmi vdekja e Kalit. E kupton zonën e territorit Malizzi. Edhe këtu në tani unë e njoh mirë Shkodrën, e njoh me detaj, e njoh me plam. Kjo gjenerat, Izmir Sakiqi, Samuel Troshani, Franco Leka, të thash janë pas, kontrolloj ty, do të dalin pas viteve 2000 të lindura. I ketë sigurta këta. Janë gjenerata e re që trashëgojnë veprimtarinë kriminale të grupit Bajri. Absolutisht. Dhe, unë e kam lexuar me vëmendje materialin, dhe çuditërisht në makinat, kur është bërë ekspertiza e makinave të gjetur në vendngjarje, një makinë që ka qenë e prishme dhe makinat tjera që janë quar tek servis Ejli, në Juban të Shkodrës, janë gjetur gjurmë edhe të gjeneratës re dhe të gjeneratës vjetër. Që tregon që këto janë mjete që përdoren nga një grup kriminal, i strukturuar, i garantuar në vazhdimsi. Po kete diçka shumë interesante, edhe gjurmët papilare, dikush ka gishtin tregues, dikush ka gishtin e madh, dikush ka tre gishta, dikush ka pllambën e dorës, por edhe në dëshmitë e tyre ka konvergjencë në deklaratat. Që kemi shkuar për shëtitje, kemi qenë, po kemi kërkuar një karrotrec. Dhe kanë pretendimin që dikush i ka gjujtur, por nuk e thonë emrin, me të cilin kishin konflikt për çështjet e drogës. Ato paratë që shef ti janë paratë të ardhura nga aktiviteti i paligjshëm në fushën e drogës. Dhe me Aleksander Prendin për këtë problemi kanë mosmarrveshjet. Vendi ku është zhvilluar ngjarja kriminale është Rrënzat e Bushatit. Po. Në Rrënzat e Bushatit ka disa drejtime rrugësh që të çojnë njëra të nxjerrë në zonën e Trushit, në rrugën e Velipojës dhe Bërdicë dhe të lidh me Shkodrën. Pra, domethënë është një pikë nevralgjike e rrugës vjetër që ka qenë rruga e vjetër që lidhte Lezhën me Shkodrën. Cili është problemi, Andi? Të mos analizojmë vetëm vazhdimsinë e grupit kriminal Bajri të Dobraçit, të cilët e kanë garantuar me atë intuitën e tyre, zgjuarsinë e tyre për të mos u ndërprerë aktiviteti kriminal, për të garantuar edhe gjeneratën e re që të dinë, të tregtojnë drogë, edhe të vrasin, edhe të presin, edhe të bëjnë çfarë. Veprimtari kriminale kundër jetës personit. Shkojmë tek puna e shtetit. Sot mot dhe sa tjetë jeta në trojet shqiptare. 3 element do e mbajnë të mbërthyer Shqipërinë me veprimtari kriminale. Kush janë? Dekriminalizimi i politikës me urgjencë, me marrëveshje. Dekriminalizimi i politikës me marrëveshje në parlament me 140 vota. Është bërë ligji për dekriminalizimin. Jo. Po të bëhet nuk duhet në mënyrë kategorike të ndërpritet rruga çdo biznesmeni, çdo aty për të futur në politikë. Të cilët merren me veprimtari kriminale, me bigjoze, me veprimtari të pista. S'ka rrugë të bëhet deputet, pse duhet. Politika është profesion, zotëri. Dhe duhet vi politika nga profesionistët e politikës. Jo nga fitove 5 lekë dhe të bësh deputet, me para të pista, ndërprerje. Unë them, a doni të formë, Shqipëria është në rrezik. Shqipëria është në teun, do ekzistoj, do e marr peng bota e krimit. Sepse politika edhe majtas e djathtas do ketë nevojë për situatën e krijuar Shqipëri, nuk mund të vish me rotacion politik demokratik. Do të tirosh pastaj të futesh në veprimtari të paligjshme për të garantuar rotacionin politik ose të ngelesh peng i botës krimit. E dyta. Dekriminalizimi i politikës duhet shoqëruar me depolitizimin e policisë. Shkëputje
totale. A ka mundësi të mos varet fare nga ekzekutivi? Për kushtet që ka Shqipëria. Për kushtet që ka Shqipëria, le të bëhet institucion kushtetues. Pra pa ndikime politike, po themi. Fare do të shkëputet fare. E treta? E treta, shkëputja e lidhjeve. Drejtori i përgjithshëm i policisë nuk duhet ja hapi telefonin deputetit. Zero. Deputeti ka detyrë të prodhojë ligje. Policia zbaton ligjet, zotëri. Fare, mos ta marri drejtorin e policisë për emërimet, për qemërimet, për mbrojtjen për këtë. Pra du të shkëputet, a ka mundësi të japim statusin policisë një lloj siç e ka SPAK-u? Të japim një status, ta mbrojmë organizatën e policisë, është pasuri kombëtare. Në të kundërtën, mbajeni mend llogaritën i vetëm 24 orë mos ketë emër policie, të gjithë dalin e grabisin ashtu siç tani në Kamz. Dhe policia me urgjencë, pika numër 4, duhet të zhvishet nga këto detyrat anësore. Policia duhet merret me evidentimin e kontingjenteve të botës së krimit. Tendencat, çfarë tendence ka SMC-u për trafik droge, çfarë ka Andi për krime kundër jetës personit, çfarë ka tjetri për vjedhjet e pulave, të baktive. Pra duhet të evidentohen të gjitha kontingjentet e policisë sipas tendencave dhe drejtimeve të ndarjes kriminale. Po vetë pastrimi i policisë. Vetë pastrimi i policisë, po qëse ti. Vetingu polici. Vetingu polici le ta bëja me pëja, më vlla. AMP-ja, ta bëj, po e shkputet ti politikën nga policia. Automatikisht policia nuk ka mbrojtje ma. Dhe distancohet vetë nga bota kriminale. Okay. Dhe detyra e AMP-s është shumë e thjeshtë pastaj. Pse? Si ti mendon, unë nuk kam pas kurajo, nuk kam pas guxim, s'kam pas as dëshirë, më kupto drejt, që të mbaj në telefonin tim numrat e telefoneve të botës krimit. Sepse nuk kam pas mbrojtje. Po në rast se drejtori i përgjithshëm i policisë shkon pa autorizim prokurorit, edhe merr në makinë fut një Escobar apo një kryetar bande, ku qëndron policia me cila është distanca, cila është distancimi. Nëse nuk arrihen këto Andi, ne do mlidhemi këtu, do flasim tërë ditën dhe unë të garantoj që ky grup Izmir Sakiqi, Samuel Troshanin, nëse do kenë rolin e Bajrit, Izmir Sakica, do përgatisin gjeneratën tjetër për t'i zëvendësuar. E din ti çka ka qenë bërë në një rajon të Lezhës? Merreshin gomert, po, edhe nga njëherë ju vishi dhe antiplumb, për të parë që forca e plumbit e Kalashnikovit, kur godiste në antiplumb rrëzonte gomarin. Pra, sepse fuqia shtytse. Për te fuqisë shpuse, kur ajo bjen në antiplumb, ka fuqinë shtytse. Po. Edhe bënin trajnime. Në këtë ngjarje kriminale që ti sapo na the për ta trajtuar, e din sa lloj armësh janë përdorur. Sa? Mendohet që është përdorur edhe pushk e kalibrit model 56 e kalibri 7.62 mm, automatik model 56 e kalibri 7.62 mm, dhe është përdorur edhe mitraloz model 56. Mitraloz në këtë ngjarje? 56 me 7.62 mm, të cilat gjuajnë me të njëjtën lloj fisheku. Me të njëjtin fishek të kalibrit 7.62 mm. Është përdorur edhe pistolet e kalibrit 9.2 mm. Çka do thotë kjo? Kjo do të thotë që arsenalin e armëve që ti pe në tabelën fotografike të ekspertëve kriminalist të laboratorit të Shkodrës apo të laboratorit të Tiranës, e gjithë arsenali ka shkuar në ngjarje. Pa do të thotë që askush nuk frenohet për të marrë armët nga Dobraçi, një arsenal armësh për t'i futur në 3 makina, se kanë qenë 3 makina. Po. 2 prej cilave të blinduar Audi dhe një Benz. Kam përshtypjen të treja blinduara, të treja blinduara, të treja, thot SPAK-u. Dhe njëra ka ngel në ngjarje për shkak të defektit. Me qartë. Dhe 2 të tjerat kanë shkuar në tek servis Eli, se kishin marrë gjurmë plumbash. Po qëse nuk do ishin të blinduara, ata nuk ishin asnjë sot. Kam edhe një thirrje. Po, që të kalojmë tek çështja tjetër për prindrit. Për prindrit, për gjithë prindrit shqiptar. Unë nuk di ndonjë kriminal, ndonjë njeri që ka notuar në botën e krimit që ti ketë kaluar 50 vjeç. Sepse kundërshtarët e tyre
ose trashëgimtarët e tyre, ose gjeneratat e reja tyre e kanë vrarë edhe më të fortin. E dim historikun që nga grupi i rrugës. Pra po thuaj që prindrit kanë kujdes për fëmijët e tyre. Prindrit